Kodra e diellit me 2 gradë Celsius ishte vendi me temperaturën më të ulët në vend. Në Tetov gjatë mëngjesit termometri kishte mbërritur në 6 gradë. Pas mëngjesit të preskët, temperaturat ditore do të mbeten relativisht të ulta për këtë periudhë të vitit, veçanërisht në pjesët veri perëndimore të vendit. Vendi ynë, sot dhe nesër, do të jetë në ndikimin e motit jo stabil, me vranësira të ndryshueshme, me rreshje shiu, kurse lokalisht priten rreshje të rrëmbyeshme deri në 20 litra në metër katror, të shoqëruar me bubullima dhe erë të sforcuar. Meteorologët thonë se ndryshimi drastik i motit është si pasojë e ndikimit të frontit të ftohtë atmosferik nga veriu që ka kapluar pjesë të Evropës, Ballkanit, por edhe vendin tonë. Rreshtet e shiut, era veriore, por edhe rreshtet e borës në viset malore, sipas Meteo Alarm, do të rezultojnë me rënje të ndjeshme të temperaturave që do të shkojnë në më shumë se 10 gradë nga temperaturat pranverore. Fronti i ftohtë atmosferik tashmë ka sjell edhe rreshje dëbore dhe idil dimrore në Kopaonik të Serbisë, kurse Meteo Alarm paralajmëron se rreshjet e dëborës janë nisur drejt viseve malore të vendit tonë. Në lartësitë mbidetare mbi 1400 deri 1500 metra, rreshtet e shiut do të kalojnë në rreshje dëbore, kurse pritet të formohet edhe shtresë e re e dëborës. Meteorologët paralajmërojnë se stabilizimi i motit do të nisë nga e njëjtja.